Shqipëria ka shënuar një moment historik në sportet ujore, me organizimin e kampionatit të parë kombëtar të kitesurfit, që zhvilluan në plazhin e Durrësit, në zonën e njohur si sektori Rinia. Mbi 30 sportistë apasionuar nga Shqipëria dhe rajoni u mblodhën për të garuar në një event që solli për herë të parë në vendin ton energjinë, emocionin dhe dinamikën e këtij sporti ekstrem, të pajisur me dërrasa lundruese dhe parashuta të fuqishme që i udhëhiqnin me shpejtësi mbi dallgët. Pjesëmarrësit sfiduan jo vetëm njëri tjetrin, por edhe vetë natyrën në efektin e erës së fortë dhe kushteve të papritura detare. Sot ne do bëjmë 2 disiplina, të kitesurfit dhe të windsurfit, dhe jemi diku ke 4 ekipe, 4 klube, të cilat do formojmë. Përveç asaj kemi marrin pjesë edhe të huaj, nga Maqedonia, nga Malizi, edhe Gjerman, turista të cilët e preferojnë shumë këtë sport. Këtu është Kevi Palit dhe kjo është një vend shumë i përshtatshëm për erë, sepse këtu godet era shumë mirë dhe është i cekët. Kjo ligatina ne na pëlqen sepse na favorizon që mos ketë dallgë që ne na bezdisim. Është një vend që nuk frekuentohet shumë nga turistët, nga plazhistët, dhe ne sot e kemi mbush këtë plazh plot e për plot. Atmosfera në plazh ishte elektrizuese, sportistët në veprim të vazhdueshëm, publiku i shumë që e ndiqte me entuziazëm çdo manovër në ujë dhe muzikën ritmike nga DJ që shoqëroi garën. Sektori Rinia u shndrua për disa orë në një skenë të hapur energjie dhe lirie. Mendoj se është e sigurt që do ta zhvillojmë shumë shpesh këtë lloj organizimi, këtë lloj kampionati, dhe janë të ftuar të gjithë sportistët që të marrin pjesë nga të gjitha shtetet. Relativisht po bëhet po kthehet në një sport që është shumë i njohur. Unë kam qenë në fëmijëri që merrem me sport pa pushim. E kam nisur në disiplina të ndryshme, por që nga momenti i parë që unë kam përfaqësuar këtë sport nuk kam dalur. Një nga arsyet më kryesore dhe që mua më tërheq është sepse progresi në këtë sport është i pandajshëm. Pra ti gjithkohës mëson dhe bën progres. Shumë bukur. Unë kur kena ardhur bashkë kena folur me shokun, ai është prej Çekijës. Edhe kena thënë si më ardhi dikur në Maroko. Është bash bukur, tash ka potencial shumë. Ky kampionat vjen si pjesë e përpjekjeve për të promovuar kitesurfin si një disiplinë të re në Shqipëri, me potencial të qartë në zhvillimin e turizmit aktiv dhe sportiv. Organizatorët shprehen se synimi është që kjo garë të kthehet në një ngjarje të përvitshme, duke vendosur Shqipërinë në hartën e destinacioneve të preferuara për sporte ujore në Mesdhe.